Provova 3 kapsula të ndryshme për lavastovilje. Hajde të shikojmë se cila bën larjen më të mirë. Si fillim është ky Finish Ultimate Plus, enët ishin goxha pis në fakt dhe doja ta testoja se sa mirë do i lante. Nisa procesin që është 2 orë gjysmë dhe në fakt kishte bërë një larje goxha të mirë, po të shikonit enët përpara dhe pas kishte goxha ndryshim. Vetëm këtu për shembull te kjo luga kishte pak një njoll të vogël. Në përgjithësi mund të themi që bëri një larje të mirë. Më i votuari nga ju ka qenë Fairy Platinum Plus, që është ky këtu. Duket sikur ka 3 lloje xhelit të ndryshme dhe atë pjesën e pluhurit. Enët kanë qenë shumë pis, po ta shikoni atë tavën e zezë, nuk do e besoni se si doli pas larjes. Reagimi im ishte nuk ka mundësi, ja kishte ngelur vetëm ajo pjesa e tharë aty si kore. Kjo ka qenë kapsula realisht më surprizuese. Okej, tek luga për shembull kishte ngelur pak fare si shenjë, siç kishte ngelur edhe tek Finish. Kjo është kapsula e tretë, është prap Fairy Platinum, thjesht duket sikur është më pak e avancuar. Keni kujdes që të pastroni dhe filtrin e lavastoviljes, se dhe ajo ndikon ndonjëherë që nuk lahen mirë enët. Për ta kuptuar se sa mirë e bën puna, nuk është se i kisha shumë pis enët, po në përgjithësi dolën goxha të pastra. Po ju cilën kapsul përdorni?